Azo Bushet se di që kanë qenë 1200 penduar. Në rregull. Në masi proces 1200 penduar dhe ke po ta vesh re, ke edhe filmimet që i fusin në një bunker ku zhvilloheshin ato proceset, sepse e di ku ishte problemi, në atë kohë organizata kriminale për çdo person që binte burg lidhte një pension. Pak a shumë si pension në shëmor kur ndodhen divorcat. Pa çdo familje merrte me vlerë sot me 1200 euro, sepse krye familjari ishte burg. Këta e bënin organizatat kriminale. Që ai të mos fliste. Që ai mos fliste dhe ishte edhe perceptimi publik, infame që e quanin ata ose i paudhë ose spion. Dhe çfarë ndodhi? Ndodhi që duhet të ndryshojë një perceptimi publik, pra që ai që bëj bashkëpunëtori i shtetit nuk ishte më tratame të tjerë dhe duhet të jepeshin garanci për familjet. Aktualisht për shembull ne kemi ndonjë politikë të veçantë për këta persona të cilët Kemi. Ti sigurojmë Kemi ta nxirr dosjen ai BKS si gjithë. Dhe çfarë ndodhi redi? Duke filluar me eksponitet kriminal shumë të zakonshëm dhe të nivelit të ulët, nga poshtë lart, çfarë ndodhi? Shkoan tek Giuseppe Calò. Giuseppe Calò ishte njeriu që lidhte bankat e Romës, familjet kriminale të Palermos dhe elitën politike të Romës. Që nuk e kemi në Shqipëri, domethënë hetimin deri në këto faza dhe madje ishte edhe njeriu që negocionte midis shërbimeve sekrete dhe këtyre personazheve për interesat e tyre financiare. Një si tipi Gysa Gazi. Bravo, se do t'i bëjmë edhe lidhje. Po ashtu kishe personazhe siç ka qenë kryetari i Bashkisë Palermos në atë kohë, i cili njësoj si Erion Velia i dikur paratë e mafjes dhe paratë e interesave politike ose i jete në për leje dërtimi, me ide që do rindërtojmë qytetin, ose krijonin skema financiare për gjëra që nuk ekzistonin, njësoj se çan inceneratorët sot. Sepse paraja që të ketë fuqi do të jetë në qarkullim në treg. Vito Ciancimino e kishte emrin personazhe. Dhe kur filloi lufta, kur u godit kryebashkiaku, gjë që po ndodhe këtu, do shikojmë, do presim, a do kemi këtë jemi praksaj. Jemi në këtë trajektore po thua. Deri sot ta them unë redi çfarë po ndodh, ne kemi restauruar elitën e vjetër politike. Si e restauruam? Denis e tha, Zoti Berisha doli detyrim paraqitje. U vra vazhdimësia politike, që ishte Zoti Basha, sepse gjithmonë duhet bëhet gati pasuesi në mënyrë që të eliminohet elita e vjetër politike. Zoti Rama eliminoi pasuesin e vet politik që është Erion Velia, Zoti Berisha eliminoi pasuesin e vet politik që ishte Lulzim Basha. Këta konfiguruan njëri tjetrin si kundërshtar politik. Dhe nuk e kanë niqur as në asnjë moment, në këto vite tranzicioni. Bles po të kujtohet dhe fushat edhe vitit 2021 ishte fytyra e Zotit Basha që përthyej në fytyrën e Zotit Berisha. Se ka i gjë, ti për shembull kur dikush s'është rrit për ty e neglizhon ose nuk e ndërmerr si kundërshtar. Këtyre interesonte konsolidimi i elitës vjetër në mënyrë që të imponoheshin sistemit drejtësisë. Dhe jo më kot këtu i bën këto mandate të 3 vjeçare, që në fillim se i kanë pasur idenë këtyre risjeve, sepse po ti bësh një mandat se është gjykat lart ose gjykat kushtetuese 9 vite, po të kishte mandat 9 vite Altin Dumani, kujtonte se do e vriste mendin për Edi Ramën ose do i qëndronte hija Ramës mbi kokë? Jo. E para, e dyta një, aty u arrit që nëpërmjet eksponentëve të vegjël kriminal, dhe nëpërmjet konvergjimit të deklaratave të tyre, mos kishte asnjë fakt kundërshtueshëm që dikush thotë që deklaratat e këtij nuk qëndrojnë, ky ka ngrënë darda mas shpinës time, le çfarë thot ai, pse e thot ai, se kur e thot vetëm njëri shumë e thjeshtë të kontestohet, një fakt ose një provë. Kur vjen nga kur vjen nga 20 dëshmitar të cilët dëshmitë të cilëve deklarojnë që uji ka vajtur në atë drejtim, nuk e ndryshon dot më. Nuk e ndryshon dot më dhe ajo që unë po them që sfida e Spakut, me gjithë respektin për punën që bën ata zotrin, nuk e ka tejkaluar qëllimsinë për cilën u krijua. Qëllimi i Spakut ishte kjo. Pse vendosën që të kemi vetëm 2 subjekte të veçanta, zyrtarë të lartë korruptuar, krimin organizuar. Se këta të dy mbajnë raport njëri tjetrin. Paraja që i vjen nga këtyre lart dhe këta ndërmjet fuqisë ekonomike dhe forcës të këtyre mbajnë në terror operatorët poshtë. Se shumë e thjeshtë kjo skema, Edi Rama fiton se ka një person non grata. Jo, se s'është kaq e thjeshtë. Nuk është kaq e thjeshtë. Po ky personi që fiton 83 mandate ka disa interesa financiare, ka nështruar gati gjithë operatorët e fuqishëm ekonomik. Tregu nuk funksionon sipas lojës tregut, pa që të fitojë oferta më mirë ose produktin më i mirë, po vazhdon të konkurron ai që ka suport politik dhe suport shtetëror nga pas. Dhe të cilët nuk i ushtrojnë kontrolle, i cili zban as përgjegjësi penale, dhe ky ka qenë qëllimësia e krimit Spakut. A do erëzoj dot Spaku siç e bën ata me elitën e vjetër politike deri tash? Me këtë strategjinë e re që po thotë që po parajmërohet, që është goditja e krimit organizuar. Aty unë shikoj dritë në tunel. Në qoftë se do vazhdohet me atë iniciativë. E di pse? Do të shkohet para shumë si në Itali. Çfarë ndodhet? Di pse shkohet drejt si në Itali? Pse folën ata mafiozët e vjetër? Po ishin Tommaso Bushetën që ishte gjë personale sepse u vran fëmijët, nipat dhe gati gjithë familja, pra ishte më shumë çështje
mlefit personal se sa çështje e interesit. Ata u sulmuan sepse mbetën pa mbështetje financiare o goditën parat më. Nuk kjo që thasha i pensioni 1200 euro, në moment që ti godet parat nuk i shkon më aty në familje. E para. Po, e fillon... Në moment që një kapo kriminali blokojnë asetet, po çaj ndalën atë që të flasit, bëhet bashkëpunëtor me drejtësinë. Sa atë ban pjesa që mos i lëvizin parat, po do bëjë Viterburg e ndan mendin, ai vazhdon e udhëheq financiarisht nga Hamburgu. Kjo do të shkojë në këtë pikë. Kjo do shkojë në këtë pikë. Nëse sepse lufta do me këtë strategjinë të organizoash goditja e parave, avokat si e mendon këtë strategjinë që thot Marsidi, a ka shpresë a ka dritë në fund tunelit nisur nga fakti që kësaj radhe nuk po shkohet tek maja apo tek koka e gjarmbrit, po shkohet nga poshtë lart? Shiko, ishte strategji flas. Si strategji ishte shumë optimistike ajo që sapo tha Marsidi tani. Unë dua shumë ta besoj, po neve po flasim për dy vende shumë të ndryshme. Një Itali me 60 e kusur milion banor, kundrejt një Shqipëri me 2 milion banor, që se ka ngelur këtu 2 milion banor. Dhe ajo që sapo thash më përpara është që kur neve këtu kthejmë kokën, këta janë 20 prokurorë të SPAK-ut dhe sikur të ishin yje të gjithë, këta janë human me njerëz që kanë motra vëllezër, hallët, kushërin drejt qytetarëve të birë, të cilët në një Shqipëri të vogël me 1.7 milion banor ja gjen shumë kollaj, kurse në një Itali të madhe, Falcones e Borsellino's nuk i di gjinje dot as kushin e parë, të dytë e të tretë në një Itali me 60 milion banor. Pra ndryshon shumë struktura e njerëz. A do ta marrësh si shembull? A ka këtë vullnet, po them, fillimisht se duket kjo që thot Marsidi është si pesimiste, restaurimi i elitës vjetër, sigur i ka vënë kapakun mundësisë për nëse do kishte vullnet, unë e shoh shumë të thjesht historinë. Nuk është më i rrezikshëm kriminali se sa politikani që rri me atë kriminalin. Flije nga mend e kokës, në qoftë se ky politikani nuk i afron këtë kriminalin, që t'i japin para, që t'i japin mundësi, që t'i investoj ky kriminali, po e largon si ky politikani majt dhe ai politikani djat, ky kriminali ngel si puna ti liçenit me ujë të ndotur. Këtu problemi është se politikanët i përdorin krimin, janë fuqizuar shumë dhe janë pikërisht këta më të rrezikshëm. A është provuar kjo skem dhe me të gjitha rastet, me të gjitha rastet, për çfarë është hetuar Vallgjyshdako? Për çfarë është hetuar në Elbasan? Sajmir Tahiri. Sajmir Tahiri. Për çfarë janë hetuar? Vallgjyshdako për një leje ndërtimi, jo për lidhje me që është dënuar. Çfarë është për folën, çfarë është hetuar? Po them çfarë është provuar. Mos pa se çfarë është dënuar mor burr. Për çfarë është gjykuar, për çfarë është shkruar, për çfarë është dënuar. Perceptimin. Unë po të flas për këtë histori. Për këtë strategjinë që thot Marsidi, po thua ti nuk arrin që të shkohet këtu ku sepse është më thjeshtë unë. Nuk do duhet që të shkohet te krimi për të bërë këtë. Ti nëse e ke këtë qasje për ta bërë, o zotëri nderuar, ti duhet të merresh me krim, me korrupsionin, me persona të cilët futin duart në xhepat e shqiptarëve. Në momentin kur ti stakon këta, kur ti sjell përpara qytetarit, sjell një politikan, i cili nuk është politikan i sjell nga krimi. Nuk i ka asnjë lloj, si thuash, borxhi ai kriminalit, pse e ka vënë deputet, atëherë ky person normalisht është i pakorruptueshëm. Po ti, kur e mbush parlamentin si majtas dhe djathtas me njerëz të cilët o kanë nga oligarkët, o kanë nga kriminalet, para për të bërë fushatat e tyre elektorale, se aty se gjen dot një akademik më sot. Merë gjithë parlamentin shqiptar dhe gjej një akademik aty. Zëgjinica. Vetëm një shprehje do të them. Xhura Androti ka thënë një shprehje që është epike. Në qoftë se s'mund të flisni mirë për dikë, mos flisni fare, por problemi qëndron që në shumicën e rasteve qëllon që të kesh të drejtë. Kështu dhe puna e paraqykimit që thotë. Lidhe me këtë strategjinë që thot Marsidi, si e shikon? Nuk është kaq e thjeshtë se për vendimin tim është një barë e madhe për SPAK-un, se ata 20 njerëz janë, doset janë shumë delikate, është një vend me presion të madh. Kështu që deri tani ajo është në rrugë të mbarë. E rëndësishme është që mos pësoj një hap pas, pra nëse Dumani ka rritur stekën krahasim me Arben Krajën, ky riu duhet minimalisht të rrinë në stekën e Dumanit, mos ulet poshtë, sepse po ul poshtë atëherë bie edhe besimi vetëm që ka publiku te ky organ.
Pastaj hetimi nuk është kaq i thjeshtë, nuk se thot Leonardi Kullaj që kanë zbardhur ato të skajt, po tani çfarë do bëjnë përderisa janë material do t'i zbardhin. Sa sepse i bën. Kush kaq e thjeshtë ajo? Unë thash Një shumë mirë. Çfarë bëhet për te atyre? Një hetim ta zëm e një grupi nuk mbaron për një sepse un kam që kemi ndjekur lajmet, hetimet e antimafës italiane janë 4-5 vjeçar një grup. Edhe këto shqiptarët që kur godasin grupe shqiptare, zgjasin 4-5 vjeçare me përgjime me gjëra. Totorina shkuan te Andreotti. Jo te Andreotti. Po kur do të hetosh korrupsioni, pse e zgjat kaq shumë? Mirë, më dakord aty. Po nga Totorina shkuan tek Andreotti, ëh? Nga poshtë shkuan lart. Kjo këtu nuk jam shumë dakord me se vërtet aty. Fakta jo me Andreotti, di për çfarë dënuan zotëri. Po pra si bën asgjë, këtë po them. Nuk i bën asgjë. Organizatat mafioze, por për shkak të fateve të parashkrimit sepse gjyqi i tij gjatë 28 vjet ishte parashkruar. Ja pra, do të thënë kishte marrë pjesë në organizatë kriminale, po nuk shojnë pra fatet e parashkrimit. Po. Ja pra që ja hodhi dhe Andreotti. Prandaj po them nuk është kaq e thjeshtë. Do të thonë që shërbim sot të 50 mafiozë. Mirë pra tani edhe Shqipëria u azgjësua gjithë forca politike. Një sekondë Marsi, edhe Shqipëria është një 35 vjeçar, le të themi probleme të mëdha me ligjin, ku antiligji ka mbizotruar si pratika spaku për 2 vite ata. Nëse vetëm i pyetë kam ty. Nëse ty nesër të del që Edi Rama ka qenë antar i organizatës Troplinëve, atë bie gjithë besimi në reformën drejtësi, në mënyrën e ndërtimit të shtetit formal, në mënyrën e gjithë iniciativa që janë marrë këto 12 vite, apo ti thua që kjo është e ndarë nga këto? E them, po e marr si hipotezë. Po si hipotezë. Faktohet që Edi Rama ka qenë antar, madje ka qenë shefi, po e marr një bande kriminale. I kësaj organizate. Atë bie gjithë veprimtaria shtetërore këtyre 12 viteve? Po jo më nuk bie, kujt, e Ramës tuti. E Ramës tuti. Jo, një sekondë, e para punës njerë, duhet ta hetosh njerë këtë gjë. E them që doli pra. Doli. Po doli është tjetër gjë. Ore, një sekondë pra, kjo është sfida e spakut. Po thotë Marcel. Ali si nëse del normal do dali, po problemi është që ti s'mund. A bien gjithë veprimtaritë procedurale shtetërore po them unë. Tani domethënë 12 vite ky është marrë vetëm me këtë grupin. Po le pa tani se sigurohet kështu se po ja pra. Po ta tha kriminalistë ka përpara. Ne lodhesh një jetë për të ngritur atë kulmin tënd dhe pastaj për 1 minutë, për 1 sekondë e shkatëron. Dhe në rastin konkret, po jemi në të njëjta kushte. Tani pyetja që unë të bëj është, teatri u shem o Donis? Po, u shem. Po çfarë pritet të hetohet më? A mund ta shpjegosh pak? Ka afate ligjore, more Denis. Ata ka kaluar çdo afat ligjor hetimi. Çdo afat të mundshëm ligjor hetimi. Po pra 2 vjet e kanë. Ktu është problemi i procedurës penale që nuk vë limite. Denis, do të marr një shembull. Nuk vë limite zotëri. Një shembull do të marr. Imagjino pak veten sikur ti jesh një funksionar shtetëror, më dëgjoj vetëm një sekondë. Dikur 3 muaj do të çohet dosjen se s'kishte nga mbaje. Sot e kanë zvaritur qëllimisht. Ktu po, edhe e tha edhe prokurori i përgjithshëm që i vetmi sektor ku duhet ndryr nuk është kodi penal, por është kodi procedurës penale. Në mënyrë që procesi të ketë o bëhet sot o s'bëhet më. Këtë po thonë. Po tani sot jemi me këto kushte. Si me këto kushte më kodin e ke procedurës. Prokurori ka hapësirë. Përderisa vazhdon e shtyn jo ka hapësirë fare. Është në shkelet ligji. Jo, s'është shkelet. Po nuk është. Dëgjoj një sekondë. Po nuk është pra. Po kjo fot po. Nuk është shkelet. Ky debat. Po nuk është shkelet. Është mbyllur? Po jo pra, ja fut kod. A ja futun kod? Po. Po ta nxirrun ligj, kodin e procedurës. Nxirren ligjin. Kodi i procedurës. Nxirre dhe merr me rast. Ai vetëm shfrytëzon hapësirën që e shtyn çdo herë. Kaq. Po deri në 2 vjet pra e ka. Sepse s'duhet ta shtyjë më, duhet të jetë taksative. Deri në 2 vjet. Ky është problemi i kodit procedurës penale. O zotri, një kodi procedurës penale thot për prokuror që janë të prokurorive të se ka regjistruar me emër ai, e ka lënë. Se ka regjistruar me emër, mund ta bëj sa dojë hetimin. Ata bëj përjetësi. Po këto po them, këto po o zotri, nuk guxon prokurori që të shkel ligjin. Prokurori me ato presionin politik që thua ti, shfrytëzon hapësirën penale. Dhe hapësira është kjo. Ja kemi rastin atij që tha i kishte ky. Edhe dëshmitë e këtij Izet Axhit kanë 10 vjet që janë aty. Thjesht se regjistron prokurori me emër dhe vazhdon, mund të rritet 2 vjet. Ka që thjesht është problem. Po prokurori s'ka shkel ligjin. Okej, unë të bëj rast konkret. Edhe rastin teatri. Se ka regjistruar me emër zotria. Ore, po ti s'nqon më po ta shpjegoj. Teatri, a u shem 2020. Po, prokurori po heton zotri. Nuk ka regjistruar Leonard Karajin për gjestin. Dhe kaq. Po tani aty njerëz ka. 3. Pra tani 3. Se bën o Edi Rama, o Revelie ose fadromisti vlla që hodhi vuri atë. Se s'ka njëri tjetër. Problemi është që ose do flas si jurist, ose si politikan. Si politikan ke drejt, si analist,
që pse nuk ka përgjigje. Por si jurist nuk ke drejt, sepse prokurori nuk mundet të mos e zbatoj ligjin, por gjen hapësirë të shkakton ligjin. Ka që thjesht. Avokat, që të shkojmë Marsit, të fundit si çështje kam lënë këtë çështjen e aeroportit që dëgjojnë media, po me thonë drejtën, pavarësisht është domthon për ne që jemi jo të, le të themi, jo ekspert interpretimit, duket si e pagut çfarë po ndodh me aeroportin e Vlorës. Kur ka filluar ndërtimet e aeroportit të Vlorës, kemi pasur një bashkëpunim midis 3 kompanive. Mabgo Konstruksion me 58% aksioneve, pasi iniciativa dhe bashkimi i operatorëve është vendosur që të ketë formën e një shoqërie aksionare, që një ndryshe si shoqëri kapitali dhe në të cilën aksionarët përgjigjen deri në vlerën e kontributit të aksioneve ose të vlerës së nënshkruar. Tani në këtë situatë 58% të aksioneve kanë qenë të zotit Paçolli dhe të kompanisë së tij Magbo, 2% të aksioneve kanë qenë të kompanisë A2 Group, në cilin është dhe zoti Valon Ademi, i cili është përfolur këto ditë në media si personazh, dhe 40% të aksioneve kanë qenë të YDA Grupit, që ka qenë kompania turke, e cila flitet që u bë pjesë e këtij bashkimi dhe kësaj kompanie për shkak të përvojës së saj 40 vjeçare në këtë lloj fushë për ndërtimin e aeroporteve dhe në mënyrë që të justifikojë ky bashkim operatorës duhet të ishte edhe pjesëmarrëse. Çfarë ka ndodhur? Që në momentin që kanë filluar punimet për aeroportin, kompania turke është tërhequr. Dhe flitet në që kishte 40%, që kishte 40% të vlerës. Dhe çfarë ka ndodhur? Janë bërë 2 kontrata notariale Redit, të cilat nuk janë regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, i cili është detyrim ligjor që kur ndryshon raporti ose pjesa e aksioneve, çdo lloj veprimi që ndërmerret dhe Nardi si avokat e di mirë, duhet regjistrohet në QKB në mënyrë që të pasqyrohet në regjistrin tregtar dhe në ekstraktet e shoqërisë përkatëse. Çfarë ka ndodhur? Ky 40% fillimisht nëpërmjet një kontrate notariale është vendosur të ndahet në vlerën e 58% të 40% që i marri zoti Paçolli dhe 48% të aksioneve nga kjo shifër të jepet 2 as. Pra në këtë përpjesim dhe është vendosur që një aksion të cilësohet në vlerën e 4.200 eurove. Pra një njësim aksioni, një aksion i vetëm. Është aplikuar gjithashtu dhe për një kredi bankare në BKT, 60 milion euro, në të cilat 25 milion euro janë tërhequr nga kompania A2 Group e zotit Valon dhe 13 milion euro janë tërhequr nga kompania Mabex e zotit Paçolli. Çfarë ka ndodhur? Zoti Paçolli pretendon që nuk është bërë shlyerja asnjë prej vlerës përkatëse siç është vendosur në kontratën fillestare, pra në kontratën e parë midis 2 kompanive, por e gjithë vlera e këtyre kuotave, pra të aksioneve, është paguar nga zoti Paçolli dhe ai pretendon që do të jetë aksionar i vetëm me vlerën e 98% të aksioneve dhe 2% takojnë zotit Valon Ademi të A2 Grupit. Ndërkohë që ai tjetër kërkon që t'i njihet si 47% aksioner, pasi pretendon se ka pasur në dorë kontratat dhe gjithë dokumentet e investimit gjatë këtyre 2 viteve dhe ai pretendon që përveç pjesës së kredisë të marrë në BKT ka hedhur dhe kontributet të tjera që vinin nga aktiviteti vet financiar dhe nga asetet e tij. Ndërkohë që zoti Paçolli pretendon që pagesën e vlerës që i ka takuar YDO Grupit, pra kompanisë turke, ka shlyer ai. Pra ka një mosmarrveshje midis 2 aksionerëve kryesorë. Dhe së fundi është hedhur dhe një tezë kryesisht nga analist, nga gazetar investigativ, që pjesa e shlyerjes së këtyre kotave aksioneve nga zoti Paçolli është bërë duke aplikuar një institucion financiar i cili flitet që është në listë të zezë dhe që ka financime ruse, pra një bankë të nivelit 2 e cila i ka dhënë të thjesht pa konfirmuar. Janë pa konfirmuar dhe pretendohet që zoti Paçolli mund të përjashtohet për shkak të cënimit të sigurisë publike. Tani kush është e gjithë thelbi i kësaj mosmarrveshje? E para njëherë gjithmonë kur ndryshon marrëdhënia midis ortakëve për këto koncesione ose për këto procedura prokurimi, në varësi të formës që vendos shteti, gjithmonë jepet leja qeverisë kur ndryshojnë raportet midis aksionarëve ose ortakëve. Dhe kur largohet aksionari kryesor i cili ka pasur përvojën dhe që plotson pjesën kryesore të standardeve, siç është kompania turke, nuk na është bërë me dije a është dhënë leja nga qeveria shqiptare dhe konkretisht nga Ministria Përkatëse për cilën flitet që është zonja Balluku, është dhënë leja që ndryshoj ky raport dhe që të vendoset që këto kuota të ndahen dhe këto aksione të ndahen midis 2 kompanive të tjera, konkretisht kompanisë së zotit Paçolli dhe kompanisë së zotit Valon? E para, që nuk e kemi një përgjigje. E dyta, pavarësisht që ekzistojnë këto 2 kontratat paregjistruara, a është vendosur shlyerja e
kapitalit të nënshkruar pra në varësi me shpërndarjen e re të këtyre aksioneve, cili ka bërë shlyerjen e këtyre dhe i ka derdhur parat takuese në kapitalin e shoqërisë dhe që tjetër pasuruar më pas sepse këtu ka shumë dritije. Dhe e treta, pse synohet sot që të përjashtohet zoti Pacolli dhe është bërë një sy. Kjo është pyetja se